Gjykata e qarkut Freiburgut, Gjermani, I ka shqiptuar atij një dënim me kusht prej 6 muajsh dhe një gjobë prej 2.500 euro. Një burr 69 vjeçar është dënuar me kusht në procedurat të përshpejtuara për sulm seksual dhe dëmtim trupor. Gjykata e qarkut e Freiburgut, Gjermani, I ka shqiptuar atij një dënim me kusht prej 6 muajsh dhe një gjobë prej 2.500 euro, ka njoftuar zyra e prokurorit publik të Enjeten. Incidenti ndodhi të dielën pasditën me 9 nëntor në dhomën e ovullit të një studio fitnessi në zonën e Freiburgit. Shtetësi kosovar ju afrua një gruaje 42 vjeçare pa u nxitur, e komplimentoi dhe merri vërejtje sugjestive.